Gjithë Trapajanë kena lidhje të madhe me Kosovën, se edhe na jena shkolluar, unë kam marrë shkollën në Kosovë. Kosovarët janë njerëz shumë mirë, edhe kam shumë miqësi në Kosovë. Të rinjtë e Tropojës kanë emigruar shumë. Domethënë ka një 3-4 vite që po zhvillohet shumë turizmi. A prezantosh? Po, unë quhem Ilir Kortoçi, jam lejri tonë Tropoj. Prej Brancorit, Malkia Gjakovës. A më tregon se ma përmende pak lidhje me Kosovë. Çfarë lidhje ke me Kosovën? Unë kam lidhje shumë madhe, si gjithë Trapajanë kena lidhje të madhe me Kosovën, se edhe na jena thash Malkia Gjakovës quhem. Edhe jena shumë, lidhje me zemër si patriotike, plus që ju kena ndihmuar dhe në luftë, edhe ju na keni ndihmuar se edhe na jena shkolluar, unë kam marrë shkollën në Kosovë. Edhe gjithmonë lidhja vllazërore ka qenë shumë e madhe për arsye se ne jemi në veri Shqipërisë edhe kemi qenë shumë afër, edhe kufirin e ka bërë këtë lidhje. Edhe gjithmonë kena shku mirë bashkë domethënë. Çfarë vite kanë qenë ato të shkollës atje? Vite të shkëlqyera, kosovarët janë njerëz shumë mirë, edhe kam shumë miqësi në Kosovë. Edhe gjithçka mirë. Kam shumë respekt akoma, kam shok atje që shkoj i takoj. Edhe kam shumë respekt. Me jetën këtu, Ilir, ç'është është jeta këtu? Fol pak. Momentalisht domethënë ka disa vite që të rinjtë e Tropojës kanë emigruar shumë. Sikur gjithë të rinjtë e Shqipërisë, po në veçanëri të rinjtë e Tropojës nuk kanë gjetë punë ose nuk kanë gjetë diçka tani. Domethënë ka një 3-4 vite që po zhvillohet shumë turizmi. Qeveria ka punuar realisht për pjesën e turizmit dhe po zhvillohet shumë. Këtu mendoj që ka për zhvillimin e vendit vetëm bujqësia, me blegtëri edhe turizmi. Me turizëm është shumë mirë, sidomos pjesa e Valbonës, lumi i Shalës. Kjo është kurse pjesën e Virës është shumë mirë me jetuar. Dhe për arsye se klima është shumë e mirë, e pavëshme. Kurse pjesën e dimrit shumica e njerëzve ikin, është siqësi. Ndoshta të gjitha vendet e tjera, por në Tropoj pjesën vetëm mosha e vjetër. E ti çka po merresh, çfarë po punon? Momentalisht kam një dyqan, po realisht unë jetoj edhe në Tiranë, po Virës po rri më shumë të për arsye edhe familjes. Po shumë Tropajanë kanë investuar në Tiranë, sipas mendimit tim, domethënë shumica e Tropajanëve, edhe këta që ka shumë Tropajanë domethënë që janë intelektual, por kanë investuar gjatë gjithë jetën e tyre me ju blej shtëpi fëmijëve në Tiranë për ta siguruar jetën e tyre. Dhe shumë kanë funksionuar kështu domethënë. Kanë punuar gjatë gjithë jetës tyre, 30 vite, 40 vite, për të blej shtëpi, por si të thash të rinjtë shumica kanë ikë në Gjermani, në Angli, vende ndryshme të botës.